Selam aleikum, a I lejohet thot vajzës të jetë afër babës së saj, kur baba don me dhon shpirt. Do më thonë, shihen I sharetë e saj është të dek, tash vajza me qëndru afër, apo me I thonë familjarët vllaznia dhe familjarët e tjerë, dilti mos rri këtu, mos e këqyr babën se s'ban. Na themi fetarisht është e lejuar me qëndru vajza afër babës saj ose një familjarit tjetër kur ai është duke dhënë shpirt. Por nga aspekti emocional, pastaj I frikës në të ardhmen, këto nuk mund ta vërtetojnë që po rri ngat ose mos rri. Se mund të ketë pasoja, dikush friksohet, dikush stresohet, dikush mund ta sheh ëndër ti bën fiksim, ajo është çështje tjetër. Nuk më takon mu aty me fol. Por fetarisht nuk ka problem diçka e tillë. Varet pastaj prej personalitetit ose fuqisë së personit në fjalë. Prandaj nuk tham as rrini afër, as rrini larg. Gjithë secili e njeh veten e vet edhe normal, pastaj gjithë secili I bart pasojat për vete. Se kemi raste kur mas ndodhive të vdekjes në familje, njerëzit bën vezvese dhe na kontaktojnë, jam bon ves, po tutëm natën, etj. Prandaj ndoshta më mirë është parimisht me pas kujdes mos më nejt afër. Allahu ju nimoft.